Do diskutojmë tani në lidhje me procesin e rivlerësimit pasurive të paluajtshme në nivelin e 5%. Pritet që ky proces të nisë zyrtarisht në datën 22 dhjetor, është dekretuar më herët nga presidenti i Republikës zoti Begaj. Ne më gjërësisht do diskutojmë me zotin Renaldo Piviria, drejtori ekzekutiv i shoqatës kombëtare të pasurive të paluajtshme. Zoti Piviria, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, kënaqësi të jemi. Për tani përmbledhur edhe një herë, 22 janar është data që do të hyjë në fuqi zyrtarisht ligji, por ka ende pengesa dhe kjo periudhë 22 ditore vonesë mund përbëjë një problem? Në fakt përbëjë një problem për çdo i cili është përgatitur tashmë për të pasur pasurinë e vet, për të tregtuar pasurinë e vet apo për të blerë shtëpinë. Nga statistikat tona na rezulton që janë rreth 5500 kontrata premtim shitje ose shitje me kusht pratikisht për angazhime kontraktuale midis blerësve dhe shitësve në pritje të fillimit të procesit të rivlerësimit. Kështu që sa më shumë shtyhet, më tepër rritet presioni në treg, aq më tepër duhet kemi parasysh që një pjesë e këtyre kontratave janë me financim nga sektori bankar, kështu që pratikisht edhe sektori bankar në mes do janë kontrata të cilat kredie, të cilat do duhet të disbursohen. Në të njëjtën kohë përbën shqetësim sepse ne kemi kërkuar të gjithë kohës që në vend të 12 muajve të jetë shumë e gjatë procesi, periudha e rivlerësimit dhe procesi i rivlerësimit, kështu që do të bënte sens që ky 22 ditë që jemi duke humbur të mund të rekuperohet gjatë 2027-s, plus arsye pse përbën problem është e pakuptueshme shtimi i presionit në treg nga ana e Ministrisë Financave dhe ASHK-s. Janë 18 muaj, pra një vit e gjysmë që kemi qenë duke punuar për këtë ligj, bashkë me Ministrinë e Financave dhe thuaç tani që prisë unë nuk i kam akoma uzimet gati, që për një proces i cili në fakt nuk është një proces i ri, por ka ndodhur 2011, ka ndodhur 2016, ka ndodhur 2020, pratikisht nuk është se po shpikim rrotën, po thjesht po japim një udhëzim përsëri për një fushatë rivlerësimi. Kështu që këto të tre faktorë, po them këto tre arsye, përbën një problem për tregun. Ka arsye që ende udhëzimi nuk është publikuar nga Ministria e Financave dhe ASHK-ja, sepse, sikur se e thatë edhe ju, eksperienca ekziston, koha ka qenë dispozicion për të bërë jo një udhëzim, por 10 udhëzime. Normalisht duhet të jetë Ministria e Financave që jep arsye pse nuk i ka gati këto udhëzime, ndërkohë që Shqipëria pretendon që brenda 2027-s ketë mbyllur gjithë kapitullin e Bashkimit Evropian, pra duhet kemi një proces përpillimi dhe draftimit të ligjit dhe publikimit dhe futjen në funksion shumë të shpejt se sa thjesht udhëzimi, kështu që është pa kuptim. Në të njëjtën kohë mendoj që në këtë situatë ne vetëm mund ta aludojmë, duke qenë se ka një heshtje nga Ministria e Financave, nuk ka një komunikim në gjithë të situatën, në gjithë të presion që ka tregu. Atë që unë aludoj është gabimi që ka bërë Ministria e Financave që procesin e rivlerësimit e ka atashuar me procesin e metodologjisë re për vendosjen e çmimeve të referencave në treg. Por praktikisht Ministria e Financave ka thënë do dalin referencat e reja dhe më pas do të vijë në funksion rivlerësimi, duke që ka një ngërç me referencat e reja, nuk e di pse ka një ngërç me referencat e reja, por duke qenë se ka një vonesë nga referencat e reja, ndoshta kjo është arsye pse Ministria e Financave mban akoma on hold, akoma në pritje, akoma në presion tregun pa futur procesin e rivlerësimit. Ne sugjerojmë shumë që do të jenë 2 hallka të ndara, 2 tema të ndara. Në fakt, ligji i rivlerësimit është totalisht i ndarë nga referencat e reja, qoftë edhe nga ana ligjore, nga ana e Lisbonës, kështu që sugjerojmë shumë që deri në datën 22 Ministria të dalë me udhëzimin e ri dhe tregu të fillojë të funksionojë me procesin e rivlerësimit. Problemet në lidhje me referencat e reja në çfarë aspekti janë, Renaldo? Në aplikimin e tyre nga institucionet përkatëse? Mendoj e para vetë procesi vendimar për referencat e reja besoj që ka qenë i gabuar dhe mbështetur mbi një treg i cili nuk ka reflektuar realitetin, me statistika të cilat nuk ka reflektuar realitetin 100% ashtu siç duhet. Në të njëjtën kohë besoj që ka një lloj ndjeshmërie sepse me futjen e referencave të reja, e para pasuritë e paluajtshme do të taksohen më tepër, por në të njëjtën kohë nuk kemi pasuri paluajtshme vetëm për individ, por kemi pasuritë paluajtshme të kompanive, të korporatave. Në të njëjtën kohë kemi dhe pasuritë paluajtshme të cilat do të prodhohen nga proceset të ndërtimit të zhvillimit të pronave, siç janë lejet e ndërtimit. Kështu që nuk është e lehtë për të rritur me një terren të lapsit referencë, se ka shumë interesa në mes dhe mund të ketë reagime nga disa drejtime nga disa sektorë. Kështu që prandaj edhe Ministria ndoshta është duke nguruar dhe duke treguar pak më e matur për futjen në funksion të referencave të reja, sidomos për te Tiranës, po themi për zona që kanë interes të madh ekonomik dhe nga ana e zhvillimit dhe turistik, siç është pjesa
e Bregdetit të Shqipërisë. Kështu që kjo lloj lëvizje shkakton reagime, ndoshta shkakton edhe po themi tension midis sipërmarrjes edhe ekzekutivit, dhe në këtë mënyrë vonohet edhe gjithë procesi i vlerësimit. Prandaj kemi thënë që ka qenë gabim, nuk duhet të ishin të dyja proceset të lidhura bashkë. Madje ne kemi sugjeruar gjatë gjithë kohës që të jetë procesi i vlerësimit, që të mbiden sa më shumë të dhëna të sakta reale nga tregu, dhe më pas të kalojmë në një hap të dytë me rritjen e çmimit të referencës, pasi të jetë parë se si ka lëvizur tregu në tërësinë e vet. Një ndër propozimet tuaja, kam përshtypjen ndër më kryesoret, nuk u mor parasysh ai për një diferencim mes bizneseve dhe individëve, 5% për bizneset, 3% për individët, sepse bizneset, sikur se i keni thënë edhe ju, kanë mundësi ta deklarojnë si shpenzim të zbritshëm, ndërsa për individët është e pamundur. Është vërtet nuk është marrë parasysh, e kemi thënë disa herë, ka qenë disa, po themi në gjithë të procesa draftimit të ligjit të rivlerësimit, Ministri i Financave ka bërë disa gabime në këndvështrimin tonë. E para ishte lidhje e rivlerësimit me çmimin e referencës, e dyta ishte trajtimi i individëve njësoj si bizneset. Kështu që na vjen keq që vërtet nuk është marrë parasysh, ne i themi qytetarëve sido që të jetë le të kursejmë pak më tepër dhe le të mundohen që të hedhin paratë e tyre, kursimet e tyre në procesin e rivlerësimit, sepse nuk do të ketë tolerime fiskale, përjashtime apo lehtësi fiskale, të paktën me sa ne kuptojmë të gjithë diskursin e ekzekutivit deri në fillim të 2028. Pra po themi për këto 2 vite, 2026-2027, ne nuk shikojmë një vullnet nga ekzekutivi për të sjellë ashtu si sillet çdo vend tjetër që është pjesë e kontinentit të Europës apo që dëshiron të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, pra ashtu si sillet Bashkimi Evropian, nuk ka një vullnet për të lehtësuar barën fiskale ndaj individëve për sa i përket transaksioneve pasuritë e paluajshme, kështu që vetëm shpresë ngelet të marrim këtë që sot është e aprovuar, të marrim këtë që qeveria na ka hedhur në tavolinë, që është 5% dhe ta përdorim sa më tepër për lehtësinë e strehimit. Uroj shumë që në 2028, në fund 2027, fillim 2028, do të kemi një reflektim, do të kemi një parafrim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por edhe një reflektim nga ana e Ministrisë të Financave për të parë se si do duhet të jetë strehimi për gjithë qytetarët e Shqipërisë, duke u sjellë në të njëjtën mënyrë që sot sillet Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian me paketën e strehimit të përballueshëm me gjithë qytetarët e vet në Europë. Nevojitet, Renaldo, një paketë me gjërë gjithëpërfshirëse dhe jo vetëm thjesht ulja e tatimin mbi fitimin kapital nga 15% që është aktualisht mbase në 7 apo 8%, pra përveç saj, nevojitet një reformë shumë e madhe? Unë mendoj që po, megjithatë më lejoni të kthem vetëm një fjalim më përpara, nuk e di pse ka një artikulim nga mediat që ndoshta nuk e di vjen ndoshta e sugjeruar dhe nga ekzekutivi, gjithmonë reduktimi i tatimit mbi fitimin kapital nga 15% në 7-8%. Jo, 7-8% është shumë. Nëse ne duam të jemi pjesë e Bashkimit Evropian dhe duhet të sillemi si Europian, shtëpia e parë duhet të jetë 0, banesa parsorë duhet të jetë 0. Nëse ti nuk je duke spekuluar në treg, nëse ti nuk je thjesht një tregtar pasuritë paluajshme, nuk po bën një biznes me pasurinë e paluajshme, pra je një thjesht familje e shtresës mesme, familje thjesht që po merr një pasuri dhe po jeton aty, po jeton për 2, 3, 5 apo 10 vite, atëherë vjen keq. Nuk ka nevojë që të trajtohet as me 7 as me 8, po duhet trajtohet ashtu siç është trajtimi për një shtet të Bashkimit Evropian, që është 0% për banesën e parë. Dhe në atë moment, për shkak të dinamikave të jetës, kur ti duke je sforcuar, je detyruar të dalësh nga banesa jote, ta shesës dhe të shkosh në banesë tjetër, po këto e bëm brenda 2 vjeçarit, pra brenda 2-3 viteve, jo brenda 5 viteve, pra nuk i plotson dot kushtet për të përshtuar totalisht, prapë do duhet të jetë të merret në konsiderat të gjithë kostot që ti ke pasur për marrjen, rinovimin dhe zotrimin e kësaj shtëpie. Kështu që unë do desha që media, të paktën media që është partneri kryesor i shtresës mesme në Shqipëri, ta heqë nga fjallori 7-8%. Mund të interesojë ekzekutivi 7-8%, mund të interesojë shtresës në Shqipëri 7-8%. As 2-3, le të bëjmë siç bëhet në gjithë Europën, 0% për banesën parsorë. Nëse ke një shtëpi 1+1, si familje re, si çift i ri, u bëre me një fëmijë, do të shkosh në shtëpi 2+1, bravo qoftë, zotit bekoft, shite me 0% dhe sa mirë që ke këtë mundësi të blesh një pasuri tjetër, shite me 0% po themi për diferencë me disminim të blerjes dhe shitjes, dhe të rishë standardin tonë të jetesës. Ne ku ta gjejmë që të kemi shtresë mesme të fortë, të aftë që të rrisë standardeve të jetesës. Kështu që 7-8% ndoshta i intereson vetëm ekzekutivit, Shqipërisë
shtresës mesme nuk i intereson 0%. Në të njëjtën kohë, kur flasim për paketën e strehimit të përballueshëm, një gjë që paktën ne si na re ja kemi dalë gjatë 2025-s, është që të futim çështjen e pasurisë e strehimit të përballueshëm në tregun e pasurisë përballueshme dhe gjithë retorikën e politikbërës në Shqipëri. Nëse shikojmë konferencën e fundit të kryeministrit në 2025 ka pasur një pjesë që është dedikuar strehimit të përballueshëm. Dhe unë besoj që gjithë paketa e strehimit të përballueshëm dhe vërtet ja sugjeroj ekzekutivit të mund të merret në 2026 me gjithë pjesën e strehimit të përballueshëm si një paketë totale, jo vetëm pjesën e tatimit 15 në 0% apo 15 në 5% siç e kemi aktualisht, por të gjithë procesin e marrjes së një shtëpie nga një shtresë mesme që nuk e përballon, që ka të bëjë me përjashtimin e taksave, po themi në një moment ku ka blerës së parë apo shitës për herë të parë në tregun e pasurisë përballueshme, përjashtimin e kostove që kanë të bëjë për kalimin e titullit pronësisë, qoftë edhe shtimi i kredive të buta, po qoftë edhe projektet, siç janë projektet në perëndim, partneritete publike private midis sistemit financiar, pra bankës, ekzekutivit, ndërtuese, për projekte që kanë të bëjnë me strihimin e përballueshëm. Pra për shtëpi, jo luksi, jo për vila, por për komplekse të cilat i dedikohen një shtrese që ka mundësi ta aksesojë. Pra një shtrese që sot nuk e akseson dot tregun, por t'i krijon projekte të dedikuara, lagje të dedikuar për ashtë shtresë të cilat nuk ka mundësi të aksesojë tregun e shtrenjtë të Tiranës sot, por të mund të aksesojë një strehim të përballueshëm. Kështu që nuk bëhet fjalë vetëm për një komponent, por bëhet fjalë për një mendësi se si ne sillemi me strehimin e përballueshëm, bëhet fjalë për një lehtësi të gjithë procesit taksimit, nga transaksioni, tek kalimi i pronësisë, tek taksat, tek incentivimi i këtyre sipërmarrjeve të cilat janë gati të ofrojnë një produkt të përballueshëm për shtresën e mesme. Patjetër që është një politikë padyshim sociale dhe do vëmendjen e ekzekutivit, por në anën tjetër, Reinaldo, ata që merren që bëjnë tregti të mirëfillt, e kanë kthyer në biznes, si duhet trajtohen gjithmonë në aspektin fiskal nga ana e qeverisë shqiptare? Duhet të trajtohen ngjashëm me një entitet tregtar. Pra 15% dhe 8%, 23% tatim mbi të ardhmë. Praktikisht, domethënë, unë besoj shumë që kur ti fillon dhe merresh me tregtinë e pasurive të paluajshme, nuk je më një biznes i vogël, pra edhe atë fashën e përjashtuarit deri në 31 dhjetor të 2029-s praktikisht e kalon, sepse vetëm transaksioni pasurive të paluajshme është turnover çarkullim mbi 100.000 euro. Pra mesatarisht sot një pasuri e paluajshme është 130.000 euro e sipër. Pra në një moment kur ti fillon të bën tregtim me pasuri të paluajshme, vjen keq të duhet të jesh si çdo biznes tjetër, duhet të tatosh 15%. Madje mund të ketë sektor të caktuar dhe mund të ketë vende në Europë të cilët e tatojnë më tepër, megjithatë unë po them personalisht besoj te tatimi i unifikuar për të gjithë sektorët ekonomisë që mund të mos ketë madje edhe pa përshkallëzime që mos ketë devijime dhe mos ketë joshje për ta shmangur. Në anën tjetër, praktikisht nuk besoj te tatimi i sheshtë njësoj për gjithë. Për të rikthyer sërish tek individi, sepse procesi individi por njëkohësisht edhe bizneset. Ka interes deri tani nga ajo që ju keni parë? Pra, unë kam përmendur vetëm shumë shkurt, statistikat tona tregojnë që ka të paktën 5500 kontrata që duhet të ekzekutohen menjëherë brenda janarit. Që dyshoj me këtë ngadalësim të publikimit, të draftimit dhe publikimit të udhëzimit përbashkët, Ministri i Financave ASHK, dyshoj që do ja dalin gjatë janarit, por deri në fund vitit kemi pasur 5500. Nga eksperienca më herët, besoj që në këtë vit do duhet të kemi të paktën 35.000 kontrata ose 35.000 të paktën aplikime për procesin e livërsimit, që unë besoj që do të konvertohen në kontrata shqiptare gjatë 2026-s. Mendoj që duhet të jetë më tepër, megjithatë mbajmë një parashikim të përkohë, po themi mesatar 35.000. Ndërkohë në anën tjetër, kush duhet ta bëjë rivlerësimin? Të gjithë apo ata që kanë ndërmend ta shesin? Sepse një pjesë e mirë nuk kanë ndërmend ta shesin as sot, as pas nesër. Mendoj që kushdo që ka mundësi të bëjë procesin e rivlerësimit duhet ta bëjë. Nuk ka një garanci, nuk ka një siguri që në të ardhmen do të jenë tatimet më të ulta. Pra nuk ka një shenjë. Ka pasur një deklaratë të Ministrit Financave në një nga takimet me sektorin e biznesit në dhjetor të 2025 që Ministri i Financave nuk e ka në lupën e vet
apo në radarin e vetë rishikimin e tatimin mbi fitimin kapital gjatë këtyre viteve, çka është një mesazh për shqiptarët që vjen keq, ju do të vazhdoni të paguani të keni një bartë rënd fiskale kur tregtojnë pasuritë e paluajshme nga 31 marsi 2027 e vijim, po themi kur përfundon procesi i vlerësimit, ose le të themi nga 1 janar 2027 e vijim, për ata që nuk e kanë kapur 31 dhjetorin e 2026-s, po ka pasur një gjysmë deklaratë që shikon ne po përpiqemi ta parafrojmë legjislacionin tonë me Bashkimin Evropian. Fatkeqësisht Bashkimi Evropian nuk ka një legjislacion, nuk ka një direktivë të unifikuar për çështjen e streamingit. Ka një vullnet politik dhe hapa politik për të adresuar streamin e përballueshëm, po akoma nuk ka një direktivë. Kështu që nëse lexojmë 1-2 fjali nga Ministri i Financave, kuptojmë që shqiptarët do duhet pagojnë shumë për tregtimin e pasuritë e paluajshme, tregtimin e tyre pasuritë paluajshme nga 1 janar 2027 edhe në vijim. Kështu që prandaj unë jam duke thënë që le ta bëjmë kush ka mundësi dhe kush ka mundësi për të bërë investimin dhe për paguar tatimin, sepse nuk ka një garanci që do të vazhdojë të funksionojë në të ardhmen. Pavarësisht nëse ke ndërmend ta tregtosh pasurinë e paluajshme apo jo në 2027, 2028, 2026 apo në vijim, sugjerojnë shumë që të kryhet për të shpëtuar tatimin në vijim. Ndërkohë, edhe një pyetje, Rinaldo, në lidhje me paqartësitë që realisht kanë qytetarët në rastet e rivlerësimit, mund korrigjohet njëkohësisht edhe sipërfaqja e një banese, sepse është rast konkret dhe njëkohësisht paqartësi nga ana e qytetarëve. Gjithmonë nëse keni informacion. Mendoj që janë dy procese të ndara. Pra, rivlerësimi është një proces, korrigjimi është proces tjetër. Çfarë do të sugjeroja? Unë do sugjeroja që të ndodhi rivlerësimi, duke qenë se është më i shpejtë, të vendoset vlera e tregut në kartelen e pasurisë dhe më pas të mendosh për korrigjimin ose më pas të mendosh për tregtimin e pasurisë paluajshme. Pra do të thotë që shfrytëzoni kohën për të marrë atë që ju ka dhënë ekzekutivi deri në 31 dhjetor të 2026. Dhe më pas shikoni korrigjimin apo tregtimin. Sido që për këdo i cili do të tregtoj pasurinë paluajshme gjatë 2026 për ta qartësuar për shkak se kemi pasur edhe ne pyetje nga qytetarët, hapi i parë është rivlerësimi, hapi i dytë është tregtimi i pasurisë apo ndryshimi i tipit të procesit në momentin që kemi kontrata shitblerje. Gjithkohës ne sugjerojmë duke ditur që sistemi i referencave, i çmimit të referencave për pasurinë paluajshme në Shqipëri apo çmimi fiskale është i bazuar mbi një realitet të deformuar, pra është një vendimarrje gjysmë saktë. Ne sugjerojmë shumë që të kontraktohet një vlerësues i pasurisë paluajshme, të bëjë një raport vlerësimi dhe të gjeni vlerën reale në treg të pronës dhe ta vlerësoni sipas vlerës reale në treg dhe ose sipas çmimit të referencës. Vërtet mund të duhet që të pagojmë pak më tepër taksa sot, por një pagesë taksave sot është kursim i tatimit në momentin kur doni të tregtoni pasurinë tuaj. Këtë do pyesja, është proces që bëhet gjithmonë nga ata që janë të licencuar, janë ekspert për të pjesë. Një individ, kam përshtypjen, nuk mund ta bëjë dot vetë këtë proces rivlerësimi me njohuri bazike. Mund ta bëj vetë, por do të shkojë deri në nivelin e çmimeve fiskale. Pra aplikon nëpërmjet ILB-s në ASHK dhe i thuat lutem prona ime më vendos vlerën sipas çmimit fiskal. Çmimi fiskal në Shqipëri janë 20-30% larg realitetit. Të paktën 20-30%. Kështu që prapë ke fituar diçka, por nuk e marr maksimumin e përfitueshmërisë që të jep procesi i vlerësimit. Prandaj sugjeroj shumë që të merret një vlerësues, të vlerësohet prona të aplikohet në ASHK. Në momentin që nuk doni thjesht përfitoni pjesërisht nga procesi i vlerësimit, atë thjesht aplikoni drejt për drejt në ASHK. ASHK ju thot sa vlen prona sipas çmimit fiskale, paguani faturën edhe shkoni deri në atë nivel. Por kur ta tregtoni nesër, pjesa që do të pagoni tatim do të jetë pak më e madhe dhe në total volumi do të jetë më i madh. Sepse diferenca midis çmimit fiskal dhe çmimit të shitjes tashmë është 20-30%. Mendoni pas 2, 3 apo 5 vite se sa do të jetë. Dhe për ta mbyllur me një çështje që ne cekëm pak për gjatë bisedës, banesat përballueshme për shtresën e mesme në vendin tonë. Altaksi ka bërë një studim në lidhje me këtë çështje që është përndar edhe nga Narea në rrjetet sociale. Normalisht, një banesë mesatare 80, 90 apo 100 metra, jo në qendër, por në zonat periferike, aktualisht është e vështirë për të blerë nga një çift i ri që synon të ndërtojë jetën në kryeqytet. Sa duhet të shpenzojë një familje në mënyrë që ta përballojë kostin e një kredie për blerjen e një banese?
Po, besoj nëse flasim për një banesë e cila është 130.000 euro, nëse do të marri, po themi, 80% kredi, bie që të futet 100.000 euro kredi. 100.000 euro kredi, qoftë edhe për 20 vite, i bie mesatarisht vetëm principali, të jetë diku tek 5.000 euro në vit, kështu i bie 400 euro të jetë vetëm principali. Po të futesh dhe interesin, patjetër që shkon 600-700 euro kësti kredis, që fatkesisht nëse do të flasim me pagën mesatare në Shqipëri, i bie që 50% e të ardhura, ato që deklaron stati, 50% e të ardhura të shkojë për shtrihimin. Ndërkohë që vetë Bashkimi Evropian është duke u alarmuar për shkak se 40% e të ardhurave mesatare të shtetave të Bashkimit Evropian shkon për shtrihimin. Pra normalisht nuk duhet të kalojë 35%. Pra normalisht nuk duhet të kalojë 35%. Kështu prandaj ne themi duhet të ndërhyjmë, të krijojmë një produkt i cili nuk shkon 130.000 euro, por një produkt i cili shkon jo më shumë se 100.000 euro. Që ky produkt 100.000 euro me një pjesë të kushtimeve që mund të ketë kjo familje e re, që mund të ketë 10 vite që është në tregun e punës, po flasim për 32, 33 vjeçar, po 35 vjeçar, të ketë mundësi të marrë një kredi 80% dhe të mund të konsumojë jo më shumë se 35% të ardhurave të veta. Pra, normalisht duhet të shikojmë dhe këtu po flasim për kredim, pa folur për ngrohje, për ftoje, pa folur për pjesën tjetër që kanë nevojë një shtëpi. Pra ne mendoj që është më kompleks diskutimi. Diskutimi do duhet të shtrohet, a kemi ne sot shtëpi të pabanuara në Tiranë, po kemi shtëpi të pabanuara në Tiranë. Sa do të qoftë, në shtëpitë e emigrantëve që jetojnë nëpër Gjermani apo kudo në Europë dhe sot e kanë të pabanuar. Hajde të gjejmë një politikë që të nxisim që këto shtëpi dalin treg. Këto shtëpi dalin treg për qirana fagjate, këto shtëpi dalin treg për të shitur. Hajde të kemi ca elemente fiskale që incentivojmë. Hajde të shikojmë cilët janë këto shtëpi që janë ndërtuar para vitit 90, të cilët sot po rinë mbyllur. Cilët janë këto shtëpi që mund të jenë vërtet më të lira, por më të amortizuara dhe hajde të ndihmojmë këtë familjen e re që të mund ta rinovojë. Sot mund të kesh shtëpi ekonomike, të cilët janë pallate të kohës të komunizmit, para viteve 90. Por ato kanë një problem madh, ti vërtet e blen në lirë, por nuk e ngron dot, nuk e fton dot. Dhe kjo varfëri termike, pak në terminologjinë e Bashkimit Evropian, varfëri e energjisë, ka një problem madh, sepse nëse ti nuk e ngron, nuk e fton, do thotë që ti je duke shtrënguar dhe duke ulur standardin tënd jetese. Nuk po ushqesh mirë, sepse do duhet të ngrohesh dhe të ftohesh shtëpinë. Prandaj diskutimi për shtëpi përballuese nuk është vetëm sa është çmimi mesatar, po sa janë taksat, çfarë ndodh me qelana fagjat, çfarë ndodh me pronat që duhen rinovuar. E ngrohen, aftohen, bëjmë do të mundur këtë familje të re të jetojnë në kushte optimale. Është shumë më gjerë. E di që mund të jetë dhimbje koke për Shqipërinë sot, por është dhimbje koke për gjithë Bashkimin Evropian dhe ne nuk mund të ngelemi mbrapa, nëse duam të jemi të denj për të hyrë në Bashkimin Evropian. Prandaj them që është kampanë alarmi me cilën ekzekutivi do duhet të merret gjatë 2026 dhe jo të mbaj peng një proces rivlerësimi, por fusi rivlerësimin në funksion dhe më pas të kushtoj vëmendjes rejimi. Të shpresojmë. Zoti Pyria, ju falenderoj për gjitha mendimet e sjella në studio, ditë mbar në vim.